Dhe ja ku jemi bashkë dashur me, që jemi këthy në pjesën e dytë në rubrikën e magjikëve të vegjël. Çdo herë në këtë rubrikë ftojmë fëmijë të fushave të ndryshme që flasin për ambicjet e tyre, por edhe për punën dhe luftën e tyre që bëjnë për me imbri ato ëndra. Natyrisht gjithmonë në realizimin e ëndrave të fëmijëve tanë, gjithmonë falenderues jemi ndaj prindërve fillimisht, pastaj edhe ndaj krejt atyre që miren dhe punojnë me ta. Qofshin mësimdhënësit, qofshin trajnerët, qofshin çdo kush tjetër që mirret me realizimin dhe në punën e ëndrës së tyre. Ka fëmijë të fushave të artit, të sportit, të cilët kemi pas shpesh në emisionin Familja Jonë dhe kemi folur për ta. Së fundmi, me shumë qef, me shumë krenari të madhe, kam qenë pjesë një projekti të disa fëmijëve të vegjël, e që na kanë bërë me u ndi krenar jo vetëm neve si prindër, por krejt atyre që e përcjellin faqen e Elite FC. Është klubi futbollit Elite, tash sa vite që funksionon, gjenerat pas gjenerate ka ndru nxënësa të cilët sot janë futbollistë shumë të suksesshëm, por që do të flasim për ta edhe me trajnerin e klubit, por që së fundmi kanë qenë pjesë e një turneu në Portugali, në Lisbon, konkretisht në Kashkaj, në Iber Cup. Për çka është fjala, deri ku kanë mri këta fëmijë, shumë detaje tjera, do t'i mësojmë nga vetë ata, normalisht që s'kemi mujt me ftu komplet ekipin, sepse janë shumë djem që kanë përfaqësu Elitën dhe Kosovën njëkohësisht, por jemi munduar që me disa prej tyre t'i përfaqësojmë klubin. Sot në studio kam trajnerin Flamur Aslani, Riad Muçaj, lojtar, Don Bajgora, lojtar dhe Amar Ujkani, po ashtu lojtari e ekipit, cilët tashme janë në studio me mua. Mirë se erdhët. Shumë faleminderit që keni ardhur sot në studio me mua. Faleminderit që na ftoftë. E di që ndjenja jonë e krenarisë është shumë e madhe, po ai stresi juaj dhe çdo gjë tjetër që keni përjetuar gjatë këtyre ditëve nuk krahasohet me asgjë trajner. Sidomos unë kam qenë prezent, kam pa prej nisjes këto çdo sen atje. Ka qenë goxha sfiduese për juve. Po do doja të dija sa është e rëndësishme për Elitën, por edhe për Kosovën pjesëmarrja në Iber Cup. Faleminderit për ftesën edhe një herë, mu dhe gjithë lojtarëve. Sfidë e madhe është me organizu posaçërisht turnein ndërkombëtar. Se kanë ato sfidat e veta, ngarkesën e organizimit të financat, që po mund më përgatis fëmija, apo kanë mundësi gjithë me orë, se zakonisht edhe ngarkesa e prindërve është kjo pjesa financiare. Për tjetërën pjesë organizative merremi na trajnerat më shumë, po prindërit e kanë pjesën më shumë financiare dhe është ajo frika që mja besu fëmijën dikujna. Edhe është ato sfidë për neve, edhe është plotësisht e pajtona me prind që edhe ata janë krenar, pse fëmijët kanë kalu mirë, se janë konë një farë mënyrë i kanë dorëzuar te na, ndurë të sigurt apo thënë, se secili trajner tenton me bëj më të mirën, po besoj që çdo herë bëjmë më të mirën, ato këto në detaj mund më na ik se njerëzime. Qartë, njerëzime dhe organizimet ndërkombëtare na japin pak stres edhe neve si trajnera, çish po paraqitu me çfarë nacionalitete, çfarë kultura kena me has, e ato detajet atje tani po na e dhoni një farë përvojë kur po kthehemi, tani organizimin tjetër që po na ndodh, po jemi pak përgatitur në çato detajet edhe një farë mënyrë për na sfidojnë më shumë me u marrë me turnira ndërkombëtar. Se fëmia pe marrin një feedback realisht tepër të madh, po ndikon te ta për gjithçka. E na si klub kur po dojna me marr pjesë në turnira ndërkombëtar, po do të me u koordinu këgja mirë si grup me trenerat me stafin, ma ne edhe me ju me prindve, që mujna me ju falenderu pe i emnit ke trenerat që na keni një mu, edhe te posaçërisht atje kena pas një krah djath. Një gazetare me vete. Po bash, e kena pas një organizatori, na tha përvoja jote ka bo pak me konë ma ndo detaj që na tha kena mujton me gabu, na u ke gjinë atë këto detaj që na ka letu për punën tani mandej me fëmijët. Më kalon përshtypje trajner Flamur, sidomos nisja, se zakonisht unë e di që flitet që trajnerat janë goxha të rept, i kanë rregullat shumë strikte. Edhe kur je nis, ju ke thonë që na nuk përveç që po shkojna me pas një periudhë shumë mirë, na po shkojna me korë sukses atje. Stresin ja u ke shtin gjepen kry prej nisjes në Prishtinë. Domethënë kategorikisht ke luftu shumë edhe ashtu ke mri, shumë fitore, shkove deri në gjysmëfinale me fëmijët. Realisht, nëse shkojna veç me shëtit, mujna me shkojna i shëtitje të tërkon. Ma di fjallia jote ka qenë me shëtit, shkoni me prind. Bravo. Është një farë fjale, në futboll thuhet turnirat nuk luhen për fitohen. Na nuk po tentojmë me thonë që kena shku veç me fitu, po jo pse mos mi shfrytzu dyja. Me njoftu nacionalitete tjera që na ka ndodhur me shumë njerëz kur na ritaku masi që u kthym, me çfarë shtete jeni taku, ju tregoj shumë për secilin shtet.
në kondo shtete nështë tash jenë pjesëmarrës në kampionatë botëror, që nuk na ka rastis se na jemi kondo në 2024 pjesëmarrës të këtë turne, po atëherë nuk jenë kondo shtete tash që po kanë sukses në botërorin e tashëm. Edhe tash kërë na njoftu me që ato shtete këna po që pe i venit ku vinë ata, edhe ata vjenë orë me fitu. Një për shteteve është për shembull Kape Verde që ka fitu me një gjenerat a turne, për i vjen që nuk ka lidhe për kujt vjen. Ka lidhe vetë dëshira dhe çfarë qëllimi e kiti. Na kena pas qëllime u knoq, po pse mos me tentuar me marr një medalje të paktën ose një kupë, pse kjo po dikon te fëmia realisht. E tani këta pju jep, si më thon, një farë motivimi për me vazhdu tutje. Dhe pi bjen që nëse në të ardhmen kanë me kon pjesë e garave ndërkombëtare, çfarë do ekipi, pi bjen që nuk është lehtë me ose shtirë me fitu një kupë, veç duhet punë. E na po mbene që me punë kena tentu, realisht kena arrit begi mirë me që deri te qaj gjithë finale dhe aj provo që nashta se se dhe fëmi ka pas me fitu, po ka njerë foti është. O shumë arritje në krahas me sa shumë shtete keni pas garen edhe se sa e fortu kanë gara dhe keni shku deri në gjysmë finale dhe ka pas shumë ekipe që janë eliminu për juve në detet e para të... Qashtë është. Kjo është mjaft një ndjenë krenaria. Jenë konë 500 ekipe, 55 shteteve, për afësër 55 shtete kanë marrë pjesë, gjo që i bjenë nështë apin një shtetë jenë konë 6-7 ekipe. Për shkak për Kosovës jemi konë veç në aksa here, ka pas me marrë pjesë në një ekipe e Shqipërisë, po s'dim pëse s'ka marrë pjesë, po në shtete tjera kanë pas shumë ekipe pjesëmarrëse. Dhe mon shtetet ma zhvillume në futbol që na realisht po tentojna me imri me diçka. Nëse ju me organizim bilimeni sukses, tani ato nështë i përcillën ma vunë organizimin e ty nëse s'po thëmë që jena largë. Jena në rrugë duhur, po dërë shumë punë. Se na nështë në futbol jena pak ma vunë pranumë, po për kundër që jena pranumë suksesi, po besoj që jasë s'pona mungon, na kem një prak para botërorit me shku me edhe me përfaqësuesin e Kosovës. Po, shumë e vërtet. Tha trajneri Riad, po dalë të te, thatë që nuk është tjera parë që kanë marrë pjesë në një turner, shpesh jeni shku në për Shqipni, keni pas edhe afër Kosovës, po keni pas edhe jashtë Kosovës në vendet më të larta të Evropës. Për ty ka qenë hera parë në këtë turnir, apo ke marrë pjesë edhe në turnire tjera? Jo, nuk ka qenë hera parë, u ka në hera e dytë. Herën e parë ka pas ekipe me eksperiencë. Herën e dytë ka pas alo më shumë eksperiencë, u kanë pak më shtirë. Po që nuk keni dërzuar asnjë moment. Riad, Bajgor, falë, unë i këmë ba shumë shok djemtë. Ku ke qenë herën e parë dhe ti ke qenë bashkë me Riadin. Amar? Kjo është hera e parë me këtë turne, me ekipin tonë, dhe kem kalu shumë mirë. Unë përdu, me që është hera e parë për ty, përse prandaj i veta të tretë, a është emocion i veçantë ky përjetimi për herë të parë me që ke qenë Amar? Po është. A ke pas shumë stres, a ke pas shumë frikë, që shkeni mja dalë? S'ke pas. A di ku e di që s'ke pas shumë stres? Amar u i kani, në të kretë lojat, nëse i numrojmë, i ke shënu 7 golla, apo? Dëshush mu dëkë si kur e mora atë mirë qenë, Amar i jep golla. A është Amari prej atyre që i ki shpresa gjithmonë për qes Amarin se... Realisht kjo ka qitë në synim vetit para se me shku, me një qëzim që këna bo, ka thonë ku mi jep 5 golla. Realisht e ka te kalu ato edhe shqyqyr që ka qitë synim vetit, se pas synim nësë me marrë pjesë në sport. Kjo ka pas në synim 5 golla, ka bo 7, dhe mon ka pas mundësia lo ma shumë. Plusira e parë në një event të tjilë për Amarin. Se prapë dhe më që të turnet ndërkombëtar, këta e shojnë paka shumë veten, qëfar ngarkese kanë në turnet me shtete ndryshme. Riad, sa golla i ki japti gjatë kësa javën? I kom jap 3 golla me penal. Edhe me penal. Edhe Riadi ka qenë një prej atyre lojtarëve të cilët unë nuk e di që funksionon në elit komplet organizimi, po që trajneri gjithmonë e ka pas në listë parin. Riadin me qenë pjesë e ekipës startuse. A i ki të klasifikune, Flamur, kështu e din kur është një loj pak ma e vështirë, e din kush ka me qenë ekipa startuse? Realisht, Riadin nështë ta bëllë një kohë pe 3 vjetë e gjysë është e na, ka bëllë në vite që është e na, dhe tash paka shumë në didet që është flenkë. A dhe din kam shumë turnira që i nga konë bashkë, edhe di edhe që shfrymon edhe gjithë dhe atje pe ka pas një shqetësim se ne e këna prit, e konë të prezent, e këna prit që tash temperaturat e konë shumë nalta, edhe një ambient tjetër, kjo ka pas një shqetësim, po e murë prapë vetën, realisht jove që kjo po se si lefminjeve na duhet. Në këto turnirat, e ja u shep pak edhe përvojnë e turnira. Riadi për shembull në këtë rast edhe Redoni kanë përvojë kogja shumë me turnira, po dha Amari nuk është që s'ka përvojë, edhe se nuk është futboll rishtazi. Është kogja më te, po edhe Riadi çaj shqetësimi kur i ndodhi me
punën e shënetës, neve na shqetësoj pak, po e kaloj një lojë së konë mirë, i boni veç pak minuta kalu, po mas i kem mundësia me ru rezultatin e rujtëm se ma më rëndësia shëneta atina se turneo. Edhe Riyadin tash kë na lexon edhe çka thojmë, atë na lexon pa folje çka na është edhe mu edhe se të nere kupton kur ti e çorton kuptimin e sportit se neve ma shumë na shohin që po bërtosim. Na nuk bërtosim futboll. Na duhet me thirr pe visën vija, edhe është pak më larg presioni. Bravo, edhe presioni i fëmijëve në këtë rast është kogja i madh, se këta janë fëmijë mas pari, edhe kanë me ndëgjuar është ai ngjyra zonë, ngjyrën e trenerit, ai në zonë po thillet cil trener, ka midis se cili çka i thot, a vjen? Riyadin na mësu pak a shumë ato dhe den edhe presionin e thirrjeve kur ti bona se realisht e kemi si në lloj kapitenit të skuadrës, edhe nashta që kjo koha që po me këna kalu bashkë, na kupton pak a shumë edhe pra po thëm edhe kjo se cili fëmijë na kanë dolë në krahas se tash lojtarët janë krohi djathtë i trenerave. Na jemi jashtë vizë, këta janë brenda vizë. Dikur duhet më udhëhesh brenda. Po. Realisht edhe kjo se cili kanë lur rolin e vet si lloj treneri, me thonë brenda fushës. E kanë përçu mesazhin e juaj direkt në lojë atje. Realisht po. Ajo që kam kalon shumë përshtypje se unë nuk është që jam shumë që e kuptoj futbollin, çfarë sa e kuptoj, po ajo që kam kalon përshtypje ka qenë shumë e vështirë me bën një video me Redonin, se sa provojshe me xhiru ky vesh eke, domethënë nuk kumpo njëri më të shpejt prej fundit fushës që më rrin deri te golla, nuk e di këto a e ki prej natyrës, a e ke trajnu prej kohës që je në elit. Po edhe Redoni ka qenë një prej lojtarëve. Sa golla i ke shënuar Redon? Kam shënuar 2 gola. 2 gola dhe unë gjithmonë e thesha me shaka për ata që se kanë kuptuar futbollin, thesha nëse e merr Redoni topin, më nuk e sheh kërkush ku me topi. Je shumë i shpejt. A ka qenë gjithmonë Redoni kështu? Gjithë ka qenë i shpejt. Ky edhe 2 vllaznik ka pas më herët e na, edhe atë 2 kanë pas se zakonisht shpejtësia është me të lindën. Po. Ka detaje pak që shtohet shpejtësia. Po, me ushtrime, po shumë ushtrime të veçanta, po në futboll është pak vështirë mi ashtu shpejtësinë shkaku që ka më merr me pjesën tjetër. Edhe kë edhe 2 vllaznik e tina janë kanë shumë shpejt. Edhe tash për me shpejtësia tina neve na ka bë, ndoshta në atë kuptimin mi bë pak presion kur e ka topin me depërtu pak më shpejt se ky rrin më shpejt te topi. Që po thotë edhe kamerën ka njëri ka lënë. Nuk më isha mendonë as një video, çdo video Redoni më rriket te golla. Ky ndoshta i ka bë 2 gola, po ka bë asistime shumë, ka bë driblime shumë. Ju ka jep topa bashkëtarëve edhe për kundërshtarin, ata minutat e parë, ata 5 minutat e parë kanë po me kënd kanë bojnë, edhe tani u dëshke me boni strategji, ata taktikisht m'ja vendosin 2 lojtarë 3, se deshin që ky e ka shpejtësinë edhe ka me tentuar çat formën e vet. E çaj domon ju kanë ndihmuar edhe sulmit që ky më jep topa shumë. Po. Redon, kjo po besoj të ndihmon shumë në fushë kur je kjo shpejtësia jote, sepse ka dhe strategjitë lojës që ti ke shumë të zhvilluar në atë pjesën e pasimit e të gjitha elementeve tjera brenda lojës, por shpejtësia është arma jote e fortë, apo? Në të ardhmen që është vetën si futbollist, a e ke një ide si kush don me u bë? Kush është futbollist shumë i shpejtë si Redoni, që don ti me përngjasje ai? Lojtari jam i preferuar është Mbappe. Sepse i du cilësitë e tij. I don cilësitë e tij. Se është i shprehur. A është i punu në cilësitë e Mbappes, Redoni? Është i lojtarëve më të shpejtë, ndoshta në gjeneratën 2012 që po them syni jam e ka po. Po, se ti ke pas shumë gjenerata. Edhe Portugali, rastisëm edhe në turnera që na kanë edhe në turnera të tjerë, pak kena has shpejtësinë e tina. A kupton tash me duhet më shtu detaje të tjera të punës, shpejtësia ajo kam i mbetë në jetën. Po tarsane të tjera është çuçi bën Zmetin. Sporti ka sot keq që çuçi bën Zmetin dhe kemi mri. Nuk mund me mri bash lehtë, është unë e konsideroj sport i rënd. Por me punë bën sport lehtë. Ka shumë përgjegjësi, ka shumë strategji, ka shumë logjik, logjik dhe vazhdimsi. Kjo është puna, vazhdimësia në çdo sport është shumë e rëndësishme. Nuk është sport individual, po këto cilësitë individuale të duhet mi arrit vetet me ushtrime. Po besoj që me punë, veç me punë, unë e them dikush të talenti, okay, talenti punë, talentit ja lo shumë pak %, sa ja lo punës. Ma shumë punë. Punë apo shumë edhe Cristiano Ronaldo sa vite i bën lutin kampionatin botror, edhe prap domon është dyshimi a ka me luajë në kampionat tjetër evropian ose botror. Domon nuk është punë mosh, është punë dëshire, punë. Po, Real, cili është lojtari që ti dëshiron me u bë si ai kur të rritesh? Si Neymari. Si Neymari, Amar? Ronaldo. A kanë ndikim për këto dëshirat e këtyne në bazë lojtarit që e kanë ambicie, lufta e tyne për me mri pastaj, a e merr për bazë edhe këtë dëshirën e tyne kur të vjen edhe ta du mu bë si ai, edhe ti e din që ky ka me luftu me mri si ai? A din qysh realisht fëmijët tonë janë të rrinë kushtet mira, nuk mund me thonë kushtet këqija. Këtë lojtarët ndërkombëtarisht mëne që kanë jetën më të keqe se na,
kuptimin e financiar ose jetesës se vinë për jetesave të vështira, se është një kuriozitet në sport në rrin ai që hek shumë. Kuptimin si ka kushtet bashkë për me ka pak lojtarë në botë që njihen që janë ose për familjeve shumë pasuna, ose familjeve që janë shumë varfna. Te na, shoqërzohet fëmija për i kanë kushtet, tash këta kur me e qesin si qëllim me u bosi Mbappéja, unë ku më javon 3-4 detaj që me punu sikuraj. Ose në këtë rast Riyadi si Neymari. Nashta ky mund me pas qef Neymarin, po në më mi kallzu cilësit që shumë për qenë me po këta, ose Amorin në këtë rast. Se cili fëmijë i paraqet kërkesat e me thonë lojtarët që donë me umri, por me umri që ata do të shumë punë. Shumë usërë të rukëtem shumë i gjatë. Por besoj që kohët e fundit ka shumë shqiptarë që po e dominojnë botën në futboll, edhe këta besoj që madje me lidhje me çat pjesën e turnerit, edhe në turnerin që na kanë, një kanë këta lojtarë të Portugalit që tash i hasëm, këta lojtarë të Parisit që janë pak më me emën, domthonë çat turne kanë dalë. Pse mos më dalë këta për çati turneut? Po është një njëjta rrugë, edhe ata janë kanë në kohën e këtyre si fëmijë kanë lu futboll me dashni, e kanë pas futbollin edhe këta kanë me dashni, e tarsoj ushqejnë çat pjesën e dasnisë, mbarët pak për këtyre se futbolli ka një sen dhe sporti ka nuk është veç ushtrimi, është edhe gjumi, ushqimi, pjesa jashtë futbollit. Jashtë futbollit është shumë e rëndësishme për këta. Po, dhe ja do doja me ndalë pak të pjesa emocionale e pjesëmarrjes në këtë turner. Unë e di që ju jeni tri e tha dhe Flamuri jeni ende në shkollë, keni mësimet e juaja, po është përgjithësi mbi supe kur e përfaqëson klubin këtë rast, por edhe vendin tënë në një vend tjetër. Apo më tregon çush je ndi, çka tu ka duk mas fiduese, çka u kon aja që ja ke premtu vetes kur je nis, çka u kon aja që e ke mësu prej turnirit, që po thu, ok, çto shkum desh çto herën tjetër kam ndru çto, po du me ditë këtë pjesën tënde, ndjesinë tënde. Emocione s'kom pas qatë shumë, se jem mësu pak për herës por. Po. Kur kemi në gjysmë finale, vetë me veti kom thonë, mirë është, kena mujtë ma mirë, ama herën tjetër dhe të mjep pak ma shumë zërë dhe me fitu, se kena pas shansa me fitu, po s'patëm fatë. Unë mënej që keni punu shumë në drejtim, po janë humbja dhe fitoria janë pjesë kretë këtyne garave. Amara, po ma shpjegon edhe ti që ndjesin tonë, sidomos për ty jam shumë kërështare, se është tira parë në një turnir jashtë vendit. Po unë e kom pas emocione se kjo është turneu i parë me këtë klub dhe kom pak emocione. Kur u kry që e humbet gjysmë finalen, çka ke diçka që ja premtove vetes, ose çka e morë mësim që thotë edhe trajneri, kjo është mësim për herave tjera? Për herën tjetër menua që nashta mujna ma mirë me lu dhe nashta fitu. Rëdan, çfarë ndjesi e ke pas prej kur jeni nis, stresi për me mja dalë, me mri den gjysmë finale, a e ke pas në kry që po kena me shku den gjysmë finale, ose din finale, ose... Emocione në kom pas shumë, se kur në kanë herën e parë, kom ditë me qa kena të bëj. Okej. Se në normal eksperienca me turnet ndërkombëtar janë shumë atë mira se me këtu. Po. Sepse shumë ekipe të forta. Kur jam nis atje, jam komendu për me fitu kupën, po kur hëpëm në gjysmë finale në penalla, që voti se deshti, kom menu që sa ma shumë punë të bësh, qas ma shumë mërin. Mërin. Po dhe edhe për dalën për herës tjetër, trener Flamur ju keni mri shumë ma shumë këtë herë se herën e kalune. Kjo është vitën e arshëm mundeni me kafe dhe finalen. Në realisht po, na po thonë prapi na shku pak një farë synimi, një farë s'po di ka njerë për thëmë një ambicje e mi dhe jona që po tentojnë me tentu me morë kupa. Normal fëmijët knaqen, po fëmija knaqen ma shumë kur fitojnë. Absolutisht, është normal. Ti e kom e të prezente, ka pas edhe lot gëzimi, edhe lot i dhënimi, edhe të lifar loti konë atje, që neve na kanë, se kanë edhe na trenera bëmë edhe na si fëmija. Na bim nivelin e tyne, se na jem bashkë me ta të në kohën, edhe emocionet e konë të kretë letartë. Edhe kur kanë humbë gjysmë finale, ka pas letë të fiturës, që e kanë të prezent kur shkumë gjysmë finale, kanë një farë emocioni jashtëzakonshëm, kur ta kumë bashkë, domethënë emocionet këta i kalojnë me pjesëmarrje. Domethënë tu rrit mosha, se shumica këtyre fëmijëve në kanë në 2024, tash sikur Riyadi redoni veç për shfaqjen nashta përvojën e të parës, që në dytën në kom thonë na kanë dhënë mësim. Edhe realisht na ka dhënë rezultat, se herën e parë na shku më duket deri para rundit çerek finales kena humbë. Po në gjysmë finale hupëm detajet, luajt i bëjnë detajet. Absolutisht. Për detaje kanë aty prezant, detajet na kena pas mundësi, s'po them kështu veç pa modësi, them që na kanë shumë atë mirë sekondështare, po penalltit janë kanë njerë. Po. Nuk e kena na trajnera joystick në dorë, e me vendos kam me gjuhë. Se emocionet si na kanë të lënë kërkojnë. Jam ta fëmijë të paktën
emocionet me menaxhu në qatë formën që e zgjedhin këta vetë. Po, ajo që kam kalon për shtypje dhe atë kretë pjesëmarrës, sidomos Riadi, një ditë e përmendje dhe trajneri, nuk ka qenë mirë me shëndet. Po ti nuk o dorëzojshe, ti insisteshe me hinë lojë. A është ma e madhe dëshira për me fitu gjatë lojë, se sa gjendja jote, pa të lëndu gishtin nga gja shumë, po prapje hinë lojë, hinë fush. Po, dëshirë, kom pas shumë me fitu lojën, me pas ma shumë pikë dhe me lujt për venin e parë. Po. Ke pas dhimbë gjatë kohës sa lushen gjatë ditë të lëndimit? Kom pas dhimbë, po... E ke menaxhu? Kom lujt. Bravo, kjo është alarje diçka që të shtynë ma shumë me punu me këta fëmijë, sidomos ty, trajner, sepse... Realisht po, se unë edhe Riadin e një që prapë thash, edhe në atë momente kërë konë i lëndum, kjo dinja kom thonë një fjallën të banka, kërë konë qatë lëndum, se kjo nuk e ka pasë gjistin, ka pasë pak... Me të vjellur, aprenzetit, po. Po, ja kom thonë një dytë të fjallë, ka hi, kalu, qashtu i, pithëm i smu, një 15 minuta kalu, e ka menaxhu dyqysh, kur e pom do mon që veç filloj të spat më energji, e largum, po prap kë u qu hini pak si me vaj, po e vazhdoj. E prap do më që ata, unë i falenderoj dhe trenerat e Donat me Lakën dhe Bledar Malizhin që kanë bo një punë të jashtëzakonshme me secilin fëmijë, ja konë të prezent, jena mënu një farë doktora me konë nënda, kuptimin dhe të motivimit, i këna posë, i po soj laqët i këna posë na, këna morë sugjerimi këshilla prej Kosovës, kërë në një s'ka qysh tek me përdor. E na konë dhe doktora. Por e këna menaxhu dhe qatë pjesë, po thëmë prapje falenderoj edhe dy kolegët e mi që kanë bëhë punë jashtëzakonshme se shumë fëmijë, sa ma shumë staf është ma letë. Apo këtën edhe ju e prendve, ju falenderoj që na keni kry punë të jashtëzakonshme. Se dikush menon që prend veç mund me bërtit atje të shikus, po ju. Atë pjesë e mra pas kene, kërë na konë me fëmijë na keni një musë se cili ketë energjinë që keni jepë, si energjinë shpirtërore, si financiare, si keni nënë asë një fëmijë me hekë për kur gjash. Gjithmonë është kënaqësi me qenë pjesë e këtyne momenteve të krenarisë. Do doja me qenë shumë sinqert djem, pianisi me Riadin. Trajneri Flamur, trajneri Bledar, apo trajneri Donat, cili është ma i rap, cili e ka zonin pak ma, kështu që të rënqeth, pak edhe s'gudzan me thoi jo. Unë për ta dhoj para menimin. Unë menoj që trajneri Flamur është ma i rap të. Ma i rap të s'kësha thonë veç që e ngrit pak ma shumë zonin. Okej, trajneri Flamur. Amar? Trajneri Donat. Donat. Por mu është trajneri Flamur. Trajneri Flamur. Unë përdu me sëqaru qëtë pjesë, sepse e kom thonë edhe në storit e mija shpesh që trajneri Flamur nuk di qërsi i këzoni, po gjatë kësaj kohë trajner kom pas mundësin me pa punën e ju i treve, edhe kom pa që disciplina po e qujën ushtarake, që kam bizotru gjatë 7 ditëve sa këne qëndru atje, na si prind shpesh dërshtojna në shpe. Edhe këtë toni zonit, kjo regullat e juja të arta që këta zban me i thy, dhe koha e lirë që ju jep në kohën kër ata munden me shiu edhe si pushim, mu më ka lanë për shtypje dhe më ka lanë me nënkuptu pse është këzoni kash i rept edhe kash strikt edhe kash me regula. Edhe ta që kam shumë të qartë që kjo i man drejt në parimet e tyne, po dhe në ambicet e tyne për me fitu brenda asaj fushe. Kom gjiku gabim ndoshta, po kjo ka qenë shansa me e kuptu. Na realisht edhe atë ditë kërë jemi hinë live me ty në emision të Loriku, të kampionët, e kom përmend që na pja u plëcu në ondrat fëmijëve që s'këna mund mi plëcuve. Realisht edhe fëmija në farë mënyrë po i qojnë prindrit në për shërtitje. A dhe me thonë realitetin që po ja u mundësojnë në prindve mi botë shërtitje që nërta si kanë planifiku kur. Nërta ishte shku me vizitu Portugalin për shef, po jënë qitë formë, apo këtën, tash ajo nërta që ajo, pse jena në të rept, kena qef pak detajet mos më na ikë. Se në thime edhe, unë e mene që diçka kur të bësh ja bën ja mos e bën heq. Ka do që të është, jo veç në sport. Nëse donë përmenin një frazë është me një film, është ai Will Smith me djallin e veç, ja bën djallit vetë me një momentet, nëse bën diçka të shkon merë edhe pik, apo këtën. Dhe ne kemë synim do mone, kena zgjedhë qitë punë, kena me që u di në fund qatë formë që është ne zgjedhëm, ne kena kryu do trajnime, do licenca, kena kryu dëmon duke u bazu në shkollimet e UEFA-s e FIFA-s, dëmon duke na mësua Federata Futbollit Kosovës edhe përmes Federatës Futbollit Shqipërisë. Dëmon ajo na ka mësuar neve që licenca është një farë dokumenti me ta ushqy dijen. Te dija s'përfundon kur. Po dijes pa i dhon pak të rreptësi, pa i dhon pak s'pithon arrogancë, është fjalët e tepër, është pa e mbështet pak me domon atë kurajën e madhe, domon që ja ku me bë ç'është duhet me intensitet tepër ndalt ja
s'pe bëj heq këtë punë ose pe la po mirë me diçka tjetër. Se na përpos që jena të shkolluar në futboll, jena të shkolluar edhe në shkollim tjetër. Mujna me zgjedh puna tjera, apo e kena zgjedh futbollin, ndoshta në mënyrë pak më të rreth, po besoj ma shumë t'ju kryjnë punë lojtarëve. Edhe domon ata ma vonë kanë me po, se këta e mbushur kanë që nuk mund me kuptu shumë. Ti din vetë se i kidhet vetë fëmijët në futboll, kur fillon me bë pak më rrept, edhe fëmia e merr pak më ndryshe. Neve na kanë ndodhur bile atje në rast trajneri Bledar, ai edhe pse është më i ri se na, tha s'ka telefona ditën e fundit, pse ke më i ri se na, pak më përvojnë është se na, apo thotë e vendosëm s'ka telefona, edhe bili bashkë e kanë diskutuar se u kënaqëm të bëjmë muhabet. Apo në ditën e para gjysmëfinales, apo? Ditën e fundit para gjysmëfinales nja s'poguzojmë me thonë nja 20 orë s'kam pas telefon heq. Jo kena lënë pak telefonin, po edhe pse e kam pas telefonin, besëm s'kam pas kohë shumë e përdorur, se ti ke pa edhe vetë tënkunin e kanë rrugë, në për transport, me pushu, pak ka pas kohë për telefon. Po du me thonë që edhe pse treneri më i ri e vendosi që ashtu, e respektuam se edhe na si trenera na mbim koordinim me sugjerimet tona. Qysh ke ndjesia me nejt pa telefon para gjysmëfinales? Mirë. Mirë, ke një pushim. E morët vetën, a keni fol vetëm për lojën, për strategjit? Kena fol. Keni pushu ma shumë. Riada, a pritove me nejtë pa telefon? Redan, më falë. A pritove me nejtë pa telefon? Jo, ka shumë i qetë pa telefon. Ke shumë i qetë. A loja në moshën kur si shkru në kërkosh të marë? Ka në obligime të tani. A marë në obligime, a marë, a mujtë me nejtë pa telefon? Dhe kena pushu ma shumë. Keni pushu ma shumë. Ria, cila ka qenë pjesa, ose cila ka qenë, cila është në vazhdimësi se ju keni loja edhe këtu në Kosovë, pjesa ma e vështirë kur jenë fush. Dita një ekipin, dita një lojtarët, qka është pjesa ma e vështirë? Pjesa ma e vështirë është ndesa të mësoj taktikat e kundërshtarit. A të duhen shumë minuta për mja mësu taktikat? 5 minuta. 5 minuta. A marë cila pjesa ma e vështirë? Mja mësu taktikat, ka 10 minutë që 5 tani. Tani e din qysh me ikë ose qysh me menagju fushën. Redan? Njëjtë edhe për ty. Dhe me thonë është kjo strategji me njoftë kundërshtarin. Rajnë është një 5 minuta, 10 minuta preferohet me pas shpëllun. Se ta është të puna gjërata të reja, video analizë nuk mund me ba, dhe në me ditë që shlunë, po një 5 minuta 10, si kur e dunin që kanë me po që shumë i shpejt, e pidrillon kam ja vendosja 2 litorë ma shpejt, edhe na një 5 minuta 10, sugjerojna me ledzu pak lojnë. Se ke litorë në botë, ledzojnë lojnë e shojnë, nështë ta pikat e dobda, se për shemë litorë në dërgëmtarë kanë staf të jashtëzakonshëm që ai merren në lojës, merr informata për lojën. E këta dëmon na po mundohemi me ju shpjegu që me marrë informat gjatë lojës. Adin me po ku gabime, me po ku po qalën kundërshtari, tani me 2 veprime individuale me kry punën që shdohet, adin se ja leton edhe vetë. Në njënën prej lojave, se maj men sakt, ta marrin minutën e parë, dyte ka pas shënu gol, hala pa e njoftë kundërshtarin, për mduket, nuk të desht koha me njoftë, ta marrë, ti shënove gol. Kjo ke një... Loja e parë mduket. E para mduket ka qenë. Sa fitore e keni pas, Rener? Realisht na humbjes kena pas, për pas humbjes fund penalti. Kena pas 4 fitore një barazim. Plus në gjysmëfinale që i metëm barazim, po hupëm penalti. Humbja ka njerë ta e pa demotivimin, po mas barazimit shkume një farë motivimin penalti, por nështë ta shkume me një demotivim vogël pëse se krytëm lojnë gjatë ndeshët, apo këtën? Edhe mon tash, për që ata një këmë thonë kushtëni ku sekundave, se futbol është detaji. Bili bashkë bajgurë, si këmë thonë bajgurë, kushsej që atu shpejtësi tua në momente me përfundu ndeshët. Se ku shkon penalti tani, shumica thojnë është fat. Edhe fat është, abedin, po ka njerë ngarkesa emocionale e fëmijëve nësë mujna me menagju. Këta vetë ju qysh, në qatë formën e vetë, qysh e zgjedhin e menagju. Se këta, kur e ka për shambull në shpeshu, ma tjeni penalti të gjuhë vetë Riadi. Ka ditë me hu penalti dhe Riadi. Abedin, juve që djelin këtë rast e ka hu, pëse ajo u emocionu shumë. Na i thamë edhe, kam vendosur penalti me hu për ma shumë. Gjena e pa më rasin, letar ma më dojnë bëhet me hu për penalti, kushim na mos me hu. Absolutisht që po. Davon, qitu na pjekin për matutje. Ajo që kam la përshtypje të kret djem, jo vetëm të ju tre, kret edhe që hupi djeli penaltin, që djeli ka qenë një prej lojtarëve më aktiv në secilin lojë, ka qenë gati gjithë nëse s'ka bëjnë ekipën startuese, ka bëni kontribut shumë të madhë në çdo lojë, po fati dhe ishte që qatë penalti me hu, këta kanë qenë shumë bështetës me gjellin, s'kanë qenë gjykus, këta e keni vetë, jau ke mësu te, trener,
që mes me gjyku njani tjetrin, qoftë, unë e shesha që edhe në të mirë, kur Amari jep ke 7 golla, se Riadi, se Bajgora, se kushdo, ti nuk i jepshe shumë fjalë malin me marë. Miradije. Këtë në regullë, është pjesë e loje, se më din, e ja u ke majt një farë balanci të emocioneve, shumë, edhe te edhe Donati edhe Bledari. Na që ditë, më ka njerë kur lujna me kundërshtarë dhe t'jepin 10 golla 15. Unë mene që s'do të me unalë. Apo këta ndryshë me fitu 2-0, ndryshë 10-0. Motivimi, disponimi ty në ndronë. Apo këta në tash edhe ja konë të vetë prezent, kur këna fitu edhe 9-1 një loj, dhe mund të edhe vetë që halo këna disë më shumë. Po ka dalë se i bënë 9 golla, jo për 9 golla, po pëse mësë mi po 15. Se ka raste për një goll të e hup nërta pikën, e hup kualifikimin. Se a i kundërshtari ka një goll ma shumë se te, edhe dhe mund që ato synimit e me kërku so ma shumë. Apo këta se këta si fmi, do të me lyp ma shumë. Kur të mi rrinë moshën, 17 veçare, 18 veçare, këve që ka në farë mënyrë ka ujit vete me qato ambicje, me qato qëllime që me e konë kërkus. Edhe nësot kërkën, edhe kime më rrirë, realisht. Absolutisht. Isha nalë pak të Dasari, njani prej portjerëve të elitës, që po ashtu ka bo një performancë shumë të mirë me atë sa gjykajon në futbolin, përveç penaltis në fjallë të cilin e thamë. është shumë e rëndësishme edhe lojtarët me pas bashkëpunim, po edhe me pas një portjer të fortë në fushë, pavarësisht që luajnë mirë këta. Na realer futbol e konsiderojnë 90% portierin. Portierin. Qatë shumë e rëndësirë, se te mund mjep 10 golla, po kër e kini portier, pi thëmë matë ngath, ose jo shumë cilësor, ta qënë energjin poshtë. Po ne këna pas Dasarën, bile ka pas një ndeshje, këna lu me në ekip, ata kanë pas shumë misën e letarëve me ngjyrë. Ata dihet që fizikisht e ndryshe, realer Dasarë, energjia vetë, do të mbrojtën që i ka bërë, do mon në 10 minutën e fundit, aj ne kurse ke qatë energjin që se ke shumë na, me do vonesa të futbollit që bënë, se Dasarë edhe u konë letarë. Pe letarë ka kalu në portier dhe ka gjithë pozitën jashtëzakonisht mirë. Edhe ka zhvillim tëfshëm, si të gjatësi, si të cilësi vetë veta, e ka lu rullin kryesur, si Dasari plus edhe Harunin e këna pas, se na është edhe këna pas edhe 4 letarë 2014. Dhe pse u kom për 2012 këna pas edhe disa 2014 me u ambientu pak me turneun. Se edhe pse në vogël, ka pas minuta për ta, dëmon e kanë po dhe ata që nuk kërpun moshe, e punë dëshirë, dhe dëshirë atyne e ka bo që se cili me ep energjinë e vetë. E përshë ata Dasari e ka po stimulim për tjerin tjetër. Kër e ka po që Dasari po mbrojnë mirë, ka thonë po hiën me mbrojt, du me thonë nivelin e njëtë si aj, bilit pakten me mësë me morë një gollë, dhe ka ndodhë dhe Haruni ka mbrojt që është të jashtëzakonisht mirë. Absolutisht. Rea, sa është rëndësishme që kjo bashkëpunimi edhe me portierin, në këmë po që shpesh e keni menagju lojën edhe për mes portierit? Po, portieri mundet me po ma mirë lojën se na, se ka ketë fushën, edhe kur e ki portierin me cilësi pak ma të mira je ma i sigurt, që me thonë. Se mund është me pasu edhe me të, me full me të, edhe kallëzën e kil në i letarë ofër ose në e sanë. Amar? Po, kër e ki portierin kështu me cilësit mira, është ma letë me lu futbol, se e din që e ki portierin e mirë dhe e kanë ma vështirë ata. Po, kundërshtarë, të redan? Po, portieri ka qenë fantastik, nuk në ka mungu vetëm cilësit e ti, po s'na ka mungu asë mbështetje e ti. Po. Ka qenë një prej atyre që ma shumë t'i vërtet kënë fushë. E ka një energjit jashtëzakonshme. E ka një energjit jashtëzakonshme, jo e qaj, po se cili. Dhe mund qaj e pi bën këto sporte kolektive kanë dhe mund njoni për tjetër. Nëse ajo halkat e zinxhirit, një halk me u këput është një farë hapësire, këta që ato se kanë lanë. Edhe humbjën kër e këna humbë penalti, që e përmenet i maherët, mbështetja ndaj diellit e se cilët e konë e jashtëzakonshme. Se u krya, edhe mund diçka që ka kryet, ma nuk kthehet, kena vazhdu tutje, se dëshira kombre, po me ne se cilët ma e mos e trenerave. Në atë moment mija kanë tregu një edukate jashtëzakonshme, të gjithë, jo vetëm këta 3 që janë këto. Tash me si përmani krejt me emnë se kanë qenë 18 fëmijë, se cili e kanë pas mbështetjen e madhe për diellin, edhe dielli u ndi lehtësuar prej kësaj, që më ka lënë përshtypje, kjo është një edukat edhe familjare, po edhe që e kanë marrë edhe të bashkëpunimit në ekip. S'po e dyshoj që është rëndësi e madhe pjesëmarrja në Ibercup dhe do të merrni pjesë edhe në turne tjera, por a do të kemi së shpejti ndonjë garë tjetër, trener? Jem duke këshu në Estoni me shku, në Estoni edhe në Francë. Vitin e arshëm? Po besoj ose ka dimri, kena me shku me një gjenerat tjetër, besoj në Estoni edhe në Francë, pra pa thëmë, këta turnirë ndërkombëtare është apo na kushtojnë pak ma shumë financiarisht për në këtë rast. Neve si trenera dhe energji edhe organizim edhe shumë detaje, por pe kuptojmë që këto turnira pi motivojnë shumë, pi japin një farë energjie tjetër, se këtë letarë në përbut kalojnë për turnirë.
është një turnej tjetër që në Span i kem synimet me shku, edhe atje domon kitë lojtarët e famshëm që kanë ecë në përbot, që tash janë tu dominu çeyrek-finalet, gjysmëfinalet e botërorit, kanë marrë pjesë në këtë turnej, edhe ata kanë fëmijë. Edhe këta janë fëmijë tash, këta pishijojnë rrugën e tyre. Apo kupton tash turnet këta kanë mi pjek. Që këta gorat, për shkak se është shumë lehtë me marrë një penallti me gjuhë në turne. Po në botëror kur bëhet ose Redun ose Riadi ose ai tjetri ose Amor ose cili do Lisi ai tjetri, domon përvojën e turneve kanë me ka daldole me një farë me u kalit, me u pjek me punën e ngarkesës emocionale. Që ka me pas ata vetbesime me thon po unë pe marr penalltin, ama penalltin jo me pas frikën se ka raste kur as penalltin nuk i marrin. Edhe atë na ka rastisa, vetëm merret ti penalltin jo, s'po du jo. I tutën përgjithësisë, i tutën gabimit, po lojtari ka bën. Kush gabon ai që provon. Po ndoket në atë kohë e penaltive ajo porta zvoglohet, bëhet që ka përshtypjen emocionalisht e rëndohen shumë. Realisht po, kena pas edhe raste gjatë ndeshjes, edhe shpesh na mula me gjyku pe jashtë pse hupi. Po përballë një targetin e goll. Nëse e çat golla e menon pak më lart, se ç'ke golla ja kam qenë kualifikim, domosdoshmë është ngarkesa emocionale, por prapë them, kush gabon ata që provojnë. Pa provuar nuk e din as kim me gabu. Aki me gabu ajo. Kjo normalisht që metet për me u mbajt mend në kujtimin e këtyre fëmijëve gjeneron shpesh secili prej këtyre tjenë në të ardhmen ta përfaqësojnë edhe Kosovën, pse jo edhe të luajnë edhe jashtë Kosovës, me që kanë kaq shumë cilësi dhe kanë ambicie, luftojnë shumë për ato. Po më du me theksu për fund që një prej atyre që kanë kaluar nëpër elitë dhe sot po na bën krenar çdo ditë më shumë është edhe Aslani që ka qenë pjesë e elitës. Po realisht ai kit pushimit verore me u lidh me përfaqësuese në edhe Redun, kena pjesë përfaqësuese të Kosovës me U15. Po. Edhe domethënë edhe Fisi ka kaluar në përdur tona. Ti ke pas rast me njoftu edhe Valionin vllahun tën. Valion Aslani dhe ai ka punuar me Fisin rrjedhë më shpej karrierës kur ja ka nisi trener. Fisi ka kohën e lirë, me thon pushimet i ka shfrytzuar me ushtru me klubet tëna. Jo vetëm në klub, po ka qenë i ka provu këtë servitet edhe në Kosovë. Përderisa kena bën një punë të jashtëzakonshme edhe me Fisin, që tash vlerësohet çaj sakrifica që ka bërë Fisi, që shumica nuk e shohin mbrapa skenës, po në relacione kon familjar e di detajet, çka bën, çka hiq djali, se nuk është lehtë me mri futboll, besam. Është një rrugë shumë e gjatë. Edhe shpesh me babën e vet ka pas raste kur kena diskutu, atë kujtohet ky rast, atë kujtohet kur ta bëjke një familjar në kuptimin e figurat e vojë mytë djalin, nuk e myta, e kena zgjidhur një rrugë ndoshta të gjatë, po tentojna me mri. Edhe realisht Fisive që kam rri. Tash është u diskutuar për tregun e transfereve, ku ka me shku, te ka me shku, edhe ai presioni që na bën vet Loriko atë ditë, halo ka me qëndru. Apo kupton? Edhe nuk është lehtë me bën një transfer till. Është ai a ka me marrë dikush, a ku me pas sukses, ku do që të shkon, edhe Fisi edhe secili. Po kjo i bjen që edhe këta me punu, se Fisi ka pas rrugën e shtirë, edhe këta kanë me pas shtirë. Do të me di që rruga e futbollit edhe sportit, posaçërisht e futbollit është e shtirë se çdo herë do të me kon gati. Edhe Fisi ka pas atë rrugë, edhe tash po del që është po bëhet ndoshta figura kryesore e lojtarëve të Kosovës. Po. Riad, keni marrë një mesazh prej Fisnik Aslanit një natë para gjysmëfinales. Unë e di që të gjithë e pëlqen janë lojën, strategjinë e lojës tim. Çfarë emocioni çfarë përjetut në atë momente? Është përgjithësi me marrë një mesazh prej dikujt siç është Aslani. Po. Kur na ka tregu trajneri që na ka jep Fisnik Aslani mesazh. Po. Unë pata shumë emocione të mira, na ka jep motivim shumë për lojën gjysmëfinale. Amar? Edhe në njëjtë kur e kam marrë vesh lojën që na ka jep një mesazh Fisnik Aslani, jam ndi shumë mirë, e kam pas emocione shumë të mira dhe e kam di që tash përgjithësi hala ma shumë bisupe. Redoni më duket qysh e ka pas shpejtësinë tresh kur e ka marrë mesazhin 12 e ka qenë. Qysh më përjetove mesazhin e Aslanit? Jam ndi shumë emocione të mira, kam pas shumë motivim për ti. Unë nuk e di ka e marri motivimin, po këta janë super fëmijë, unë përgëzoj për ekipen që e ki. Edhe unë njëherë në Portugali kur kem i thash, Flamur s'disha ke bë mirë që e meriton djem kaq mirë në ekip, tha kom punu me ta, edhe ma mshele gojen. Edhe unë ma nuk e vazhdova, kështu që bravo për punën tonë, donatet edhe bledarit që keni bën. Që ke puna rrjedhë dhe mërqim të bo dhe që kena me vazhdu me bo, ka me na quq atje ku e kanë ondër këta. Realisht treneri që në letarin ku kësë se menon.
po me punë ja servon trajneri, çdo punë e trajnerit do të me shtin memorien e vet çka po ushtrojnë, apo kupton? E që ajo puna e jashtëzakonshme që besoj që po e bëjmë se staf dhe e kena bërë rrjedhje me këtë trajnera që kanë kaluar te na, se na përpos si lojtar kena bërë trajnera, kena qenë tregë të trajnera. Po, për shembull Bledarin këtë rast e kam pasur lojtar, edhe ka kaluar ka u bë trajner, se Bledari realisht është djali i trajnerit tonë, Agi Maliqit, edhe motivimin që bën plus pe trajnerave Ismet Munishi që na dërgojnë gjatë qëndrimit në Portugali, edhe trajneri tjetër Gani Sediu, domthon keni motivim shtesë për ta. Ndoshta këta s'kan rastisë me pas Ismet Munishin trajner, po mund të ardhmen se jo kurse di, këta janë të ri, po nuk janë në bashkëri, janë të mushmuar 13-14 vjeç. Po, janë në fazën ka energji dhe trajneri Gani që kanë nis, s'do të më lën futbollin kur. Jo, inshallah. Jo, inshallah i kem sa më gjatë. Unë shpresoj shumë që Amari, Riadi, Redoni dhe këtë tjerë kur të bëhen të famshëm ndonjëherë me mjoft Tetensar, me bëni foto me mua. Tetensar më kanë thonë gjatë gjithë kohës atje, më do ke vetja pak plak po hajt, s'ka gale pja fali. Faleminderit shumë që më keni pranuar me qenë pjesë e juja në këtë udhëtim, ka qenë kënaqësi, domethënë mu ka zgjat ymrit ju po sa të mirë janë. Faleminderit edhe ty, edhe ne kemi një dhuratë. Për mua? Po. Se kena pas pjesë stafit, masi atjes më të mu taku, në medalje. Faleminderit shumë. Si golla shenusa, pjesë stafit. Sa e mirë. Faleminderit shumë. Ku jam? Të cila kamerë? Këto. Fantastik. Se kjo e ka një moto shumë interesante, ka be a player. Faleminderit shumë trajner. Eksakt, e ke meritu. Faleminderit Amar. E ke meritu dhe sa këtë fëmijët e ke tjerë. Faleminderit Redon. A di qysh unë këto kam rujt si një prej dhuratave më të çmume. Njëjtë qysh kam rujt javën me Juve në Portugali, kretë emocionet e mundshme mi keni dhënë, domethënë sa krenar, sa kam kajt, sa kam kesh bashkë me ju, sa jam rëzur bashkë me Juve. Domethënë jam shumë e fat që ju që jam pjesë e juja, edhe zyrtarisht po bona gazetare ju në çdo tim po vi me ju. Do votar po na angazhon më me organizim turneja. Gjithmonë në atë me video dhe gjithmonë ajo ju kom pengu ka pak, e di. Jo, na ke knoq. Herë kur janë konë në stres të vete, nuk ju thejshon, hajt hetë që kënej më këshëshin pak. Realisht je konë në kronë tunë, stafit me thonë me blerinën, dëpërend këtë fëmive. Edhe në farë mënyre i keni pështu këtë fëmit edhe me sugjerime dhe ato ankesa që i kam pas një 2 nona në kraq ato ofër, se dikur se kam pas prindin atje, po të falenderoj edhe ty dhe blerinën që kene pa punë qarë zakonshme atje të nkun, jo veç juve dyja, se ju një konë pjesë gati stafit, po ke prindin se kena pas atje motivim, kanë orë pe Gjermonisë, kanë orë familjarë tjerë që kanë për cilë fëmijë tjerë, ajo kanë motivim për fëmijët edhe për neve që tu e bojnë të bukur futbollin, edhe fëmijët që ai kënaqen më shumë ti. Tash veç po duam të thonë djalit tem Nili që është pjesë e elitës. Edhe Lumit mos harro. Edhe Lumit që jam edhe unë pjesë e elitës. Tash bash Nili përshëndes, Nili përdryshe s'don kur me dalë intervista, e ka kështu. Nili për mua kur të rri. Kur s'ka dash, kur s'ka dash t'ja respektoj. Nanë bab gazetar vetë s'ka dash, kështu që ja kam respektuar. Dashta veru për ma vonë. Si dihet, dashta. Redon, Riad, Amar, ju uroj shumë suksese, jam shumë me lumtur që ju një, edhe unë po shpresoj që në të ardhmen kam ju kshyrë prej televizorit, prej fushave të mëdhaja, ku keni me shkëlqy që ashtu që jeni të punu shumë në ëndrën e juj. Këto s'muna me ndonë, po hajtë, provojna. Faleminderit shumë Flamur që erdhe sot dhe që i prune fëmijët dhe që po na bën neve, prindve dhe këtë ata që e përcjellin faqen me kanë shumë krenar me këtë punën që po bën ju 3 trajnerët e elitës. Faleminderit Sarando për te dhe për kanalin Leçi që çdo herë dyrët e hapën ai kemë di, po lyp energji edhe për juve, faleminderit që na keni mundsu çdo herë me kon derën qel për çka do që të kanal Leçi, pe fidonet e pe secillet anëtore pjesë të kanal Leçi. Faleminderit shumë. Me ekspozuesane të mira, kështu që faleminderit. Shihemi në turnire tjera me golla shumë, Amari më duket i ka mush bateria të kësaj. Edhe me kreta ata lojtarë tjerë që nuk i përmena me emën se mu i me arru ndonjanin që i falenderoj për punën e madhe dhe performancën që kam bë gjatë 7 ditëve në Portugali. Kemi qenë kështu bashkë dashur miq me trajnerin e klubit Elite FC dhe 3 prej lojtarëve të U15-qet, apo? U15-qet, që ka dhe gjenerata tjera që kanë me marrë pjesë edhe në turnire tjera, por që do t'ju përcjellim çdo herë informacionet rreth aktiviteteve dhe sukseseve të këtij klubi. Do të vazhdojmë me diçka krejt tjetër. Pas pak do ta kemi të ftuar doktoreshen Lulieta Etemi, që do flasim për një temë shumë të ndihshme, po ashtu që ka interesim shumë. Unë e di që sa po ta tham emrin e temës, sy e vesh do t'jenë 4, sepse krejt dojna më dupsu shpejt,
edhe pa pas shumë sfida, doktoresha Lulet na tregon mënyrën më të lehtë, më drejt përmes shëndetit tonë se si të humbim peshë në mënyrën më të rregullt edhe pa e dëmtuar shëndetin tonë. Vetëm pas pak.